Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Drejtori i Are Blushnjë, Ferdinand Shani, një ditë pas përfundimit të afatit të aplikimit për skemën kombëtare mbështetëse në bujqësi, u shpreh se interesi fermerëve mbetet i lartë. Një ditë pas përfundimit të afatit të aplikimit për skemën kombëtare mbështetëse në bujqësi, drejtori i Are Blushnjë për zonën e jugut të Shqipërisë, Ferdinand Shani, shprehet se numri i fermerëve të interesuar këtë vit ka qenë i përafërt me atë të viteve të mëparshme. Sipas Shanit, një ndikim i rëndësishëm në rritjen e numrit të përfituesve ka qenë bashkimi i fermerëve për sipërfaqet e tokës, çka ka bërë të mundur përfshirjen e më shumë aplikantëve në skemën mbështetëse. Gjithashtu Shani u ka bërë thirrje fermerëve që në momentin e shitjes së prodhimit bujqësor të pajisen me faturë tatimore, pasi kjo u jep mundësinë të përfitojnë kompensimin në masën 10% të vlerës së prodhimit të shitur. Fermerët patën kohën e mjaftueshme për të bërë aplikimet, interes ka patur, ndoshta numri i fermerëve për të aplikuar që e më i ulët për njësi për sipërfaqe, por kjo nuk do të thotë që nuk qeje aplikim që u bën vitet e kaluara. Pasi fermerët janë bashkuar për të bërë realizimin e 3 hektarshit, për të bërë aplikimin që ta përfiton këtë skemë. Në njëjtë kohë interes ka patur dhe për skemën e investimeve, për blegtorin ka patur shumë interes dhe tani jemi në proces për të filluar në kontrollin administrativ të dosjeve. Pra, për të bërë plotësimin e dosjeve ndonjë defekt që është. Fermerët interesin më të madh dhe që pam një rritje të numrit të fermerëve ishte kryesisht në blegtori, e cila ndikoi dhe shtimi i masës shpërblimit që jipesh për krerë. Por dhe bletaria, po ashtu, përfitim kanë dhe të rinjt që janë në moshën 9-40 vjeç, të cilët i jepet prioritet kryesisht për të bërë investime në blegtori. Në ndryshim nga blegtoria, ku ul numri i krerëve dhe u shtua sasia e lekëve për krerë, në njësim për sipërfaqe, u shtua sipërfaqja, që u bë nga 1 hektar u bë 3 hektar, po kjo nuk ndikoi shumë në sipërfaqe, ndikoi në numrin e aplikimeve të fermerëve, po jo në sipërfaqen e aplikuar. Pasi fermerët u organizuan duke bashkuar tokat, gjatë cilën është dhe në favor të fermerëve në konkurrencën që bëjnë bujqësi. Dhënuan të miturën dhe publikuan pamjet në rrjetet sociale. Procedohen 3 adoleshentet në Fier. Një video virale me pamje të rënda po qarkullon në rrjetet sociale, ku një vajzë e mitur shfaqet duke u dhunuar fizikisht nga 2 bashkëmoshatare të tjera, ndërsa një e mitur tjetër filmon të gjithë skenën pa ndërhyrë duke tronditur opinionin publik. Pamjet tregojnë se viktima goditet në mënyrë të përsëritur me shuplaka dhe grushte dhe tërhiqet zvarr prej flokësh me një gjak ftohtësi dhe pandjeshmëri të frikshme. Ngjarja është raportuar në policinë e Fierit, ku menjëherë pas kallëzimit të 17 vjeçares së dëmtuar më datë 8 qershor, janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për këtë rast. Ndërsa më datën 9/6/2026 janë nisur materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi për veprën penale dëmtime të tjera me dashje për 3 shtetaset e përfshira në këtë rast. 2 vajzat që ushtrojnë dhunë ndaj të dëmtuarës, 19 vjeçaria Leonela Lamaj dhe 15 vjeçaria MR, lindur dhe banuese në fshatin Byet, njësia administrative Portës, vuajnë nga çrregullime të shëndetit mendor. Ndërkohë mësohet se kjo e fundit është arrestuar për dhunë në familje më datë 29/6/2026 dhe është dënuar nga gjykata me mjekim të detyruar. Jeli çupa u dhunuar, po nuk tregoi gjë çupa në momentin kur erdhi. Ishte në kurs, doli nga kursi, dolën shoket pa të para, e ra, erdhi në shtëpi, i tha jema ku je, si që bërë me blana. Ku je vrar? Qesh smur, tha, bera mora sorum, tha, edhe u godita, nuk tregoi. U kundërvua jema që ashtu, vonë pasaj bazit e vonë i tha, tregoj që më pasaj. Të më mra. Voj qupën ajo dhe iku bëj dirancim, polici. Ata da 8 asë një përgjigje s'ka marrë nga policia e shtetit. Vinte gjithmonë dhe thosh një që ka marrë prokuroria në dorë, kur threqi prokuroria. Ndërkohë sjellja e vajzës, si ka qenë gjatë kësaj kohe? Mbasi u vra. Mbasi u Që pa që vajtë në psikiatri, vajtë në Tiranë, të smurë, kaloj depresion. Me që kishte dhe ta shi, akoma ka të frikën. O,
Po dhe këtu ja erdhi këtu të unë era një herë këtu. Që lloj ishte burrin me kapi tha. Po vin po vrasin, po vin po vrasin, thoshte për Pra ka mbetur me trama. me tram. Kur të lau tha që të vrasin ty tha që jam unë këtu tha që. Ajo më shtet se ka të pikraushën ai që ka pasur. Nëse dim se ishte gjendje, po kur e pam diu habitën. Se dim se ka rrau kështu. Rasti i Fjerit fatkeqësisht i përsëritur duhet të shërbejë si një këmban alarmi për trinomin, familje, shkollë, institucione për të parandaluar ngjarje të tilla tronditse. Para ditën e sotme, kreu i drejtorisë vendore të policisë Fier, Erion Ahmetaj, është parë për më shumë se një orë në ambientet e prokurorisë, ku sipas burimeve konfidenciale mësohet se fokusi i takimit me kryeprokurorin Elion Mustafaj ka qenë pikërisht zbardhja e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje dhe përcaktimi i përgjegjësive ligjore. Sot është dita e 38 e protestës. Pjesëmarrësit dhe organizatorët shprehen se nuk heqin dorë, do të qëndrojnë në shesh deri në largimin e kryeministrit Rama. Protesta e opozitës vazhdon në sheshin Skënderbej, ku dhjetra qytetarë mblidhen me pankarta dhe flamuj, duke përsëritur thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Si Rama jepet dorëheqjen, Rama ik, ju erdhi fundi, revolucion, Shqipëri e re dhe Adheu është i yni. Nga bulevardi u kërkohet dorëheqja klasës politike, teksa kërkesat mbeten të njëjta. Një thirrje ju drejtua deputetëve të Partisë Socialiste. Është momenti që deputetët e Partisë Socialiste t'i thrasin mendjes. Është momenti të japin dorëheqjen. Hiqni mandatet, largoni. Për herë të parë dje nga sheshi pati një kërkesë konkrete për drejtimin e protestës. Ftohen të gjithë akademikët që punojnë në përbotë. Nga Europa në Amerikë janë rreth 250 akademik, profesor, doktor shkencash. Ata vetëm mund ta ndryshojnë këtë vend. Të fillojnë nga themeli. Nuk mund ta ndryshojnë një kastë e korruptuar. Dhe vetë ne kemi shumë probleme si popull. Ata vinë me kultura perëndimore, ata mund të përfaqësojnë denjësisht me botë qytetare. Protestuesit shprehen të vendosur për të vijuar revoltat e tyre, ndërsa organizatorët deklarojnë se tubimi nuk do të ndalet. Sipas tyre, protesta do të vazhdojë çdo ditë deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, duke e kthyer sheshin Skënderbej në pikën kryesore të grumbullimit dhe kundërshtimit qytetar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi para gazetarëve se opozita bojkoton kuvendin. Nuk shkojmë derisa të futen në rendite projekt ligjet që kërkojnë protestuesit, tha ai. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet protestën qytetare dhe 5 kërkesat e protestuesve, por nuk synon ta përvetësoj apo ta përçajë atë. Ai tha se deputetët dhe anëtarët e partisë kanë marrë pjesë në tubim si qytetar. Berisha njoftoi gjithashtu se Partia Demokratike nuk do të organizojë protesta të ndara, ndërsa grupi parlamentar do të vazhdojë bojkotin e seancave plenare, por jo të komisioneve, derisa të shqyrtohen amendamentet e propozuara nga demokratët në mbështetje të protestuesve. Nuk kemi bojkotuar parlamentin. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësues të protestës. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Kjo është arsyeja dhe ky është qëndrimi. Të vendos kryesia, ti paraqesim, ti diskutojmë. Në deklaratën e tij, kreu i demokratëve foli edhe për zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike, duke theksuar se kuvendi kombëtar ka shpallur moton ripërtëritje, ndërsa modernizimi do të jetë një nga shtyllat kryesore të forcës politike. Fillimi i javës tjetër do bëhet mbledhja e Këshillit Kombëtar për të finalizuar të gjithë organigramen e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Javën tjetër. Ju garantoj se shpreh besim të madh se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të i përmbahet me vendosmëri
motos së kuvendit, ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mohon lajmin e shkarkimit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mohuar zërat se është depozituar ndonjë nënshkrim për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Në një deklarat publike, Osmani tha se takimet e zhvilluara së fundmi nuk kanë qenë të kufizuara vetëm me kreun e LDK-s, por kanë qenë pjesë e komunikimeve më të gjëra politike. Osmani u shpreh se gjatë këtyre takimeve është diskutuar për hapat e mëtejshëm politik dhe mënyrën se si të ecet përpara më fuqishëm. Kemi thënë se shumë të Abdigjiku, kemi pas shumë takime shpira, kemi biseduar shumë me ecën fora edhe më suksesshëm. A keni biseduar për ndjenjën e mushkrimeve me çast po për besoj se mund të jemi të zgjuar LDK-s, por nuk është deponuar asnjë nënshkrim. Megjithatë, mediat në Kosovë raportojnë se Osmani është parë të hyjë në zyrat e LDK-s, ndërsa paralelisht po qarkullojnë informacione për një lëvizje të brendshme kundër kryetarit të partisë. Sipas raportimeve, nisma për shkarkimin e Lumir Abdigjikut ka nisur nga kryetarët e degëve të Pejës dhe Lipjanit, për shkak të pakënaqësive me rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Deri tani nga LDK-ja nuk ka një konfirmim zyrtar për një nismë të tillë. Tradita e vrapimit me dema në Pamplona të Spanjës ka plagosur 5 persona të cilët ndodhen në spital. Të paktën 5 persona janë plagosur në ditën e parë të festivalit tradicional vrapimit demave në Pamplona të Spanjës, një nga ngjarjet më të njohura dhe një herazim më të rrezikshme në vend. 3 prej të plagosurve, një Amerikan 61 vjeçar dhe 2 shtetas spanjoll të moshës 20 dhe 34 vjeç, janë transportuar me urgjencë në spital për ndihmë mjekësore. Ngjarja ndodhi gjatë vrapimit të parë me dema, i cili u zhvillua mëngjesin e së martës në orën 8, një ditë pasi festivali kishte nisur zyrtarisht në mesditën e së hënës. 6 dema vrapuan në rrugët e ngushta të pjesës së vjetër të qytetit, duke ndjekur turmën e vrapuesve që marrin pjesë çdo vit në këtë traditë të famshme. Sipas raportimeve, vrapimi zgjati vetëm 2 minuta e 16 sekonda, por mjaftoi për të shkaktuar rrëmuj dhe lëndime. Një 20 vjeçar nga Segovia pësoi dëmtime në këmbë, ndërsa një 34 vjeçar nga provinca Baske e Biskajës u lëndua në kyçin e këmbës. Një 61 vjeçar amerikan mori një dëmtim në kokë, por mjekët konfirmuan se gjendja e tij nuk paraqitet serioze. 2 persona të tjerë të plagosur morën ndihmë mjekësore në vendngjarje. Ky ishte i pari nga 8 vrapimet me dema që zhvillohen gjatë festivalit të përvitshëm të San Fermin, një traditë që daton prej më shumë se 400 vitesh dhe që çdo vit tërheq mijëra vizitore pjesëmarrës nga e gjithë bota. Pavarësisht popularitetit, festivali ka një histori të errët, pasi sipas të dhënave zyrtare, 16 persona kanë humbur jetën ndër vite gjatë kësaj ngjarje. Viktima e fundit u regjistrua në vitin 2009. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.